ku janë vajzat muslimane, ku janë të rejat besimtare, dhe cila është veshja e tyre. Gradualisht, ko pas kohë dhe vit pas viti, sa kemi shkuar duke e shkurtuar veshjen e tyre. Gradualisht, deri sa gati ma, nuk kam bet asgjë. Ky është modeli i atyre të cilat na i servojnë ato të degeneruar, ato të cilat organizojnë koncerte, festivale në vendet tona ku të bohen të ri dhe të reja. Për çfarë arsye? Për të prishur moralin e tyre. Në një festival të cilin të ri dhe të rejat paguajnë për shfrenim, paguajnë për shthurje, paguajnë për degenerim, dhe vjen dikush prej larg në emër të kombit, në emër të adhëdheut, për të sjellë në mesin e të rive vetëm prishje, dhe jo edukat, dhe jo tërbije, dhe jo moral, dhe jo shkencë, dhe jo dituri, dhe jo përparim, dhe jo fe, dhe jo asgjë. Por zierje e tepruar e lakuricuar në mesin e tyre alkohol dhe drog, dhe pastaj ajo rini dhe ato të reja, ti pastaj do të presësh që do të edukojnë fëmijë, do të edukojnë gjenerat, dhe pas tyre do të vinë gjenerata nga të cilat ne do të kemi shpresë. Nuk është ky modeli.